Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë, atë falenderojmë dhe vetëm për atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni këtu sonte bashkë. Kemi vazhduar në surën Bekare. Dihet që është një kapitull i gjatë, po inshallah do të na ndihmojë Zoti, ajet mas ajeti, pa ju lodh shumë edhe ju, edhe sonte jemi tek ajeti numër 23. Çfarë thot Allahu xhalla xhelaluhu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Madhështore. Nëse ju njerëz keni dyshim thot në atë që ne kemi zbritur robit ton Muhamedit alayhis salam. Nëse keni dyshim thot në zbritjen e Kuranit, robit ton Muhamedit, nëse keni dyshim domethënë se është fjalë e Zotit apo jo, atëherë thot ne ju sfidojmë hapur, krijoni një sure të vogël, thot, një shembull, bini një kapitull të vogël, mithli, e kuptove besoj. Mithli, një kapitull i shkurtër, thot, sillni thot. Madje edhe e ajet. Dhe ne thot Allahu xhel xelalu ju sfidojmë sikur ju të sillni merrni në ndihmë thot edhe njerëz të tjerë. Thojuni atyre që inshallah të ndihmojnë ata për të kriju edhe ju një ajet apo një sure të Kur'anit. Allahu xhel xelalu e filloi zbritjen e Kur'anit me pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam. Ajetet e para ju zbritën në shpellën Hira. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Dhe prej këtu filloi libri i Allahut, Kur'ani Adhimushon. Mos besimtarët e Mekës filluan të ngrejnë dyshime. Po jo se në të vërtetë ata nuk e dishin që është fjalë prej Allahut xhel xelaluhu, por sepse kishin një tentativë urrëtie. Pra në zemrat e tyre kishin urrëti. Edhe shumë mirë ata e dishin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po zbret me një dinë të pastër. Me 100% e kishin. Por, ajo urrëtia që ishte në shpirt, dikush nga ata thoshte ne jemi të parë të Mekës, pse ti zbresi Kur'anin një jetimi? Një tjetër thoshte, ky nuk ka zbritje prej Allahut. Këto fjalë merr diku nga një prift, larg i quajtur me emrin Behira, ka ekzistuar ky prift, ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe filluan të ngrenë dyshime. Një pjesë thonë ishte mirë sa ishte djalë i ri. Ishte njëri i besnik, njëri i drejt. Po sa erdhi në këtë moshë, domethënë rreth kur filloi zbritja e Kuranit pra rreth 40 vjet, ky ka lut menç, ka marrë magji të fortë. Ka marrë magji të fortë. Pra sillshin me qindra dhe mijë argumente që Kurani nuk është fjalë e Allahut. Vallahi. Allahu xhel xelaluhu i kishte prezant fjalët e këtyre. I nigjonte, i shikonte. Mënyra se si silleshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe thot: nëse keni dyshime atëherë thirrni ato poetët e juaj. Poetët kanë qenë të shkathë atëherë. Për gjuhën arabe ishin mjeshtra. Gjuha pa ditë nuk leshin. Edhe Allahu xhel xelaluhu i thot: i thirrni ata ju. E ne ju të paktën unë ju sfidoj thot Zoti xhel xelaluhu me një sure të vogël. Jo gjithë Kuranin. As gjysmën, as surën Bekare, as Ali Imran, të shkurtën fare bini, silli, për shembull janë kapitujt e shkurtën, inna atayna kel kauthar, 3 ajete. Ikhlas e Sherifi, pra ka goxha. Sillni, merrni ata poetët. Normalisht kush e ndigjonte, çuditej. Nga mënyra e germave, nga mënyra e harmonie që kishin ajetet njëri me tjetrin, fjalët njëri me tjetrin, edhe këto habiteshin. Megjithatë,
e vetmja gjë që mundën të futen në këtë lojë, pra kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte